Nëse dëshiron të puthësh dikë, sigurohu që ke miratimin e tyre duke flirtuar me ta dhe duke parë nëse të kthejnë flirtin, ose duke pyetur drejt për drejt nëse mund t'i puthësh. Pastaj, afrohu më pranë tyre dhe hano pak kokën për të shmangur përplasjen e hundëve. Mbylli syt, hap paksa gojen dhe lëri buzët të bashkohen natyrshëm. Mos i shtyp shumë fort buzët në fillim. Nëse puthja e parë shkon mirë, vendose buzën e poshtme të partnerit mes buzëve të tua, që buzët tuaja të përshtaten me njëra tjetrën. Pastaj, kaloj lehtë gjuhën mbi buzën e poshtme të partnerit. Nëse ata duken të interesuar, provo të lëvizësh butësisht gjuhën me gojën e partnerit. Vepro, ngadalë dhe mos nxito. Mos harro të marrësh frymë nga hunda ndërsa puthesh që të mos të mungoj fryma. Puthja mund të duket paksa e çuditshme në fillim, por do të bëhet më mirë sa më shumë të praktikosh. Nëse e di që do të puthësh dikë, vendos pak balsam për buzët dhe thith një karamele mente paraprakisht që buzët dhe fryma jote të jenë në rregull.